Mira familje prej disa ditësh kanë mbetur pa ujë në Shkodër, ndërsa në disa zona furnizimi është rikthyer me ujë të turpër dhe të papërdorshëm. Kështu, qyteti që ndodhet mes ujrave, ku janë investuar mbi 20 milionë euro për ujësjellsin, vuan korrupsionin dhe keq menaxhimin. Në mes të kësaj situate, drejtori i ujësjellsit Shkodër, Besmir Lesha, bën tender për vendosjen e paneleve fotovoltaike. Plot 2.8 miliard lekë është fondi i prokuruar nga Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime me objekt për mirësimin e eficiencës së energjisë dhe implementimin e paneleve fotovoltaike për shoqërinë Shkodër. Më saktë, fondi limiti i përllogaritur nga komisioni i tenderit është 281.7 milion lekë të reja. Pra, ku Shkodra digjet për ujë, ky drejtori dërgon parat për prodhim energjie djedhore. Dhe këtë pazar e bën me Det Malutaj, një biznesmen i rregjur në mashtrime dhe përvetësime të parave të tenderave. Tenderi i organizuar nga Besmir Lesha është vlerësuar nga Open Data Albania, platforma e AIS-it me flamur të kuq, pasi ka indicie për korrupsion dhe favorizim fituesi. Procedura është mbajtur më 25 qershor 2026 me 4 kompani që janë trajtuar në mënyrë të dyshim. Së pari, në këtë super tender merr pjesë një kompani që nuk ka bërë fare ofertë ekonomike. Së dyti, tenderin e fiton kompania me ofertë më të lartë. Më konkretisht, Progres Shkodra SHPK sipas dokumenteve nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. Pra është pjesëmarrë se vetëm sapo plotësuar numri. Kompania Tsuri SHPK ka bërë ofertë rreth 300 milionë lekë më të ulët se sa i Unik SHPK, që është shpallur fitues. Kjo diferencë është tarifa që i paguajmë korrupsionit. Kaq kushton kjo firmë e hedhur nga Besmir Lesha me 21 korrik 2026 në formularin e shpalljes së fituesit, dërguar biznesmenit Det Malutaj. Kujtojmë se edhe para 2 javësh drejtuesi i ujësjellës Shkodër firmon si 2 tendera marramendës me flamur korrupsioni, njëri në favor të kompanisë të afërmit të ish deputetit të Partisë Socialiste, Paulis Tërkaj, tjetrin për Ndoc Kullo. Ky guxim për të bërë hap tazi korrupsion me paratë e buxhetit të shtetit inkurajohet përmes 2 linjave, partjake dhe shtetërore. Lesha ishte kandidati për deputet i Partisë Socialiste për Shkodrën zgjedhjet e kaluara, ndërsa shefi i shtabit politik të qarkut është ministri që ka në varësi, Enea Karakaçi. Janë këto linja korrupsioni që e kanë favorizuar edhe të tjera Malutaj që të marrë tendera të mëdhenj. Konkretisht, në tetor 2025, Gentian Gjyli, drejtuesi i autoritetit rrugor shqiptar Asokoe, megjithëse nën hetim nga SPAK do të jepej Malutaj tenderin për ndryrje emergjente për mbrojtjen e themeleve në urën e Milotit me një fond limit prej 1 milion eurosh. Në garë morën pjesë 6 kompani, por në mënyrë dyshim, në mungesë konkurrence dhe me flamur të kuq nga Open Data Albania, u skualifikuan ofertat më të favorshme për shtetin, përfshirë edhe ato me çmim më të ulët. Një skem klasike për të favorizuar klientët e qeverisë. Fitues u shpall bashkimi i kompanive Unik SHPK, JOS dhe Krasniqi Baze me një ofertë prej 867.000 eurosh. Plot 233.000 euro më shumë se oferta më e dyshme që mund të ishte përzgjedhur. Dhe rezultati i këtij tenderi është vërtet një katastrofë. Pas rekonstruksionit të kryer për forcimin e këmbëve të urës, është rritur me deri 7 vite gjatësia. U njoftua në përfundim të zbatimit të kontratës. Më 19 mars 2026, në vendin e krimit do të kthehej Enea Karakaçi, i cili zëvendësoi ish kryeministër Belinda Balluku, e cila ka qenë njëkohësisht dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë. Gjatë inspektimit të urës nga ministri i energjisë dhe infrastrukturës, Enea Karakaçi i vuri vulën hedhjes së parave në lum. Ai tha se pesha në këtë urë do të jetë 13 ton për aks, pra 26 ton pesha maksimale. Gjatësia e urës është 5 deri në 7 vite. Det Malutaj ka disa firma në pronësinë e tij që përdor sipas rastit. Unik SHPK u regjistruar në Lezhë në vitin 1995 dhe në emër të saj janë përfituar më së shumti tendrat e koncesionet të dhëna nga qeveria. Malutaj ka qenë vazhdimisht një shkelës i ligjeve të biznesit dhe të prokurimeve, por një rast i bërë publik më 31 maj 2022 tregon më së miri se si zbaton kontratat me firmën e tij. Paradoksi qëndron në faktin se Malutaj ka vjedhur organin e akuzës. Kjo ka ndodhur në prokurinë e Elbasanit. 3 administratorë të firmave dhe drejtuesi teknik janë treguar shumë të guximshëm duke vjedhur me anë të tenderit për sistemin ngrohës dhe ftohës të godinës së organit të akuzës. Bëhet fjalë për Ardian Lloshi, administrator në Tiranë News Supervisor, Ibrahim Dragoshi, administratori në IMSD SHPK, të dy të arrestuar si dhe Det Maluta, administrator të shoqëria Unik SHPK dhe drejtuesin teknik Vladimir Maluta, të shpallur në kërkim nga policia. Të katërt sipas prokurorisë, në koordinim me njëri tjetrin, kanë montuar në prokurinë e Elbasanit pajisje për ngrohje dhe ftoje të cilat kanë rezultuar me defekt dhe jashtëpërdorimit pasi janë instaluar duke shkaktuar një dëm prej afro 35 milion lekësh. Godina e re e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Elbasan ishte marrë në dorëzim në dhjetor të vitit 2017. Në fillim të muajve të verës të vitit 2020, në sistemin e ftojes janë konstatuar disa problematika që kanë pasur të bëjnë me mos funksionimin e aparaturës qider të instaluar nga subjekti nën kontraktor. Në vijim me afrimin e periudhës së dimrit rreth muajit nëntor ka rezultuar se pajisja qider nuk ka funksionuar fare për sa i takon procesit të ngrohjes në institucion. Nga disa verifikime dhe të dhëna paraprake të marra nga specialistë të fushës, ka rezultuar se pajisja në fjalë kishte dalë nga funksionimi. Në muajin dhjetor 2020, drejtuesi i prokurorisë ka kërkuar nga Bashkia Elbasan vendosjen në dispozicion të një grupi ekspertësh të jashtëm për të kryer një verifikim profesional të pajisjes. Nga mendimi përpiluar me shkrim prej këtyre specialistëve me profesion inxhinier, depozituar në datë 23 janar 2021, ka rezultuar se së pari pajisja kishte dalë jashtë funksioni. Së dyti, kapaciteti i pajisjes aktuale nuk i përgjigjet shifrave si në ftoje ashtu edhe në ngrohje të pajisjes së parashikuar në projekt dhe preventiv. Së treti, është ndryshuar zëri preventivit nga qider për ftoje dhe kaldaj për ngrohje në qider për ngrohje ftoje, që nuk i përgjigjen realisht kapacitetit nevojshëm që kërkon godina në tërësi. Falsifikuan faturat, u paguan për punime që nuk ishin kryer. Përveç mashtrimit të kryer duke montuar pajisje me defekt dhe që ishin dalë jashtë funksionit, nga hetimet ka rezultuar se dhe ato kanë falsifikuar fatura duke paguar për punime
që nuk ishin kryer. Shtetasi Det Malutaj, administratori i shoqërisë Unik SHPK, Vladimir Malutaj me detyrë drejtues teknik i shoqërisë Unik SHPK, secili sipas roleve më së pari kanë prodhuar dokumentacion në zbatim të investimit, akti kolaudimit dhe situacionin përfundimtar i paguar, i cili ka mos përputhje mes punimeve të deklaruara dhe atyre të kryera në fakt. Pra, kanë prodhuar dokumente të cilat janë të falsifikuara, duke konsumuar kështu elemente të figurës së veprës penale të falsifikimit të dokumenteve të parashikuar nga neni 186 fraksion 2 i Kodit Penal, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Prandaj, në përfundim të këtyre hetimeve, prokurori Bledar Valikaj ka firmosur kërkesën për saktimin e masave të sigurisë arrest me burg për 3 administratorë dhe drejtuesin teknik për veprat penale të falsifikimit të dokumenteve dhe mashtrimit me pasoja të rënda. Ndërkaq, Malutaj nuk i paguan rregullisht taksa, duke detyruar tatimit që të dërgojnë përbarimin gjyqësor në zyrat e tij. Dhe kjo ndodh me projektin e resortit që Malutaj e ka marrë me firmën e vet kryeministrit Edi Rama. Historia nisi më 2018, kur Malutaj ja ble një shtetësi nga Maqedonia kompaninë Prince Junior SHPK, e cila aktualisht rezulton me status e pezulluar. Por ç'ndodhi? Në 26 dhjetor 2023, Edi Rama në cilësinë e kryetarit të Këshillit Kombëtar të Territorit firmosi lejen për resortin turistik që do të ndërtonte Det Malutaj në vendin më të bukur të Bregdetit. Paralelisht me këtë leje, Malutaj merr edhe një kredi të madh nga një bankë nivelit të dytë, Kulas Kolateral Prince Junior. Mëtej, vijuan vetëm mospagime taksash dhe blokime nga përmbarimi që kërkon para. Tu lind një pyetje e publikut. Por që mund të jetë indicie për SPAK. Ku i çon Malutaj miliarda lekë që po merr për tenderat, ndërkohë që ka edhe leje për resort nga Edi Rama? Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.